Ramazani muaj i ndryshimit, Ramazani muaj i bëmirësive dhe i dhuntive të shumta. Zoti subhanahu wa taala e dalloi këtë muaj për shpërblimet e tina, për mësimet e tina, për ngjarjet e tina. Ramazani është gëzim, edhe me gëzim duhet ta presim. Këtë vepër e vepronte vetë pejgamberi jon alayhi salatu wassalam. Me ardhjen e tij i përgëzonte muslimanët, sahabët, duke thënë është ardhur Ramazani, muaj i bekuar. Obligim është agjerimi i tij, hapen dyert e qiellit, mbyllen dyert e ferrit. Prangosën djajët dhe në këtë muaj është një natë që ka vlerën më tepër se 1000 muaj. Në të ka hajër, në të ka mirësi në atë natë, e kush privohet nga jo natë, më të vërtet ai është i privuar. Ky lajm nga pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk është vetëm lajm. Ka përmban në vetveten e tij një mesazh shumë dimensional. Në aspektin obligativ apo normativ, është se kemi obligim agjerimin e Ramazanit. Duke u bazuar në ajetin 183 në surën Al-Baqara, ku thot Allahu subhanahu wa taala: o ju të cilit keni besuar, u është bërë obligim agjerimi i Ramazanit, ashtu se si ishte obligim për ata të cilët ishin para jush. Arsyeja e këtij obligimit është në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam shumë bukur e thot, kur thot ai njeri i cili me bindje të plot, me besim të plot, agjeron dhe e ka bindjen se Allahu subhanahu wa taala do t'i shlyej gjunahet, do t'i shlyhen gjunahet. Kjo ishte në aspektin normativ, ndërsa në aspektin e vlerave, Ramazani ka vlera të mëdha, ka shpërblim të madh, ka mirësi dhe begati të shumta. Në aspektin e motivimit, duhet të jemi të motivuar për shpërblime të mëdha, për punë të mëdha, për veprat të cilat i don Zoti dhe i don pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për arsye se vetë pejgamberi dëshmoi në këtë hadith se do të hapen dyert e xhenetit. Kështu që besimtari duhet të jetë shumë vigjilent për shfrytëzimin e mundësive të dhëna nga ky muaj i bekuar. Po ashtu edhe besimtari mëkatar duhet të ketë nën kujdesje që të pendohet, të largohet nga gjunahet, nga mëkatet dhe të ofrohet afër Zotit subhanahu wa taala. Në këtë muaj Zoti fuqiplot amneston shumë besimtar nga zjarri i xhehenemit. Në këtë muaj kemi leximin e Kur'anit famlart. Po ashtu e kemi edhe natën, të cilën e ceku vetë hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ka vlerën më tepër se 1000 muaj. Është një natë e cila duhet muslimani ta shfrytëzojë në çdo moment, në çdo orë të asaj nate duhet ta shfrytëzojë, çdo minutë dhe çdo sekondë të saj. Po ashtu ky muaj është mundësia e artë për neve, për sadaka, për zekat, për bëmirësi, por edhe për fjalë të mira. Është mundësia e artë për namazin nafile, është mundësia e artë për namazin e teravive, e që ky muaj dallon nga muajt e tjerë, domethënë është mundësi e veçantë vetëm në këtë muaj. Të nderuar, Ramazani ka për qëllim ndryshimin e 3 rrafshave në jetën e njeriut, në atë shpirtëror, në atë etik dhe në atë shoqëror. Ramazani mundohet t'i vendos raportet e mira të shkëlqyera me krijuesin, me veten tonë, po dhe me shoqërinë. Kështu që t'jemi shumë të kujdesshëm në shfrytëzimin e këtyre mundësive të mëdha e që nuk mund t'i ofroj asnjë muaj tjetër.